foto nuk të bën që ti ke marrëdhëniet e mira me X-in, por ato foto tregojnë që ai ka marrëdhëniet e mira me popullin shqiptar. Pra, Trumpi don popullin shqiptar, Trumpi don Shqipërinë, po kurse si Edi Rama. Po si lexoni pikërisht ato që kanë ndodhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Edi Ramës, qoftë me urimin e zgjedhjeve, qoftë me shmangjen e Edi Ramës për të mos e takuar nga ana e Donald Trump. Pra këtu ka një qasje që komplet përjashtuese ndaj kryeministrit të Shqipërisë sa i përket administratës Trump. Sa rol luan pjesa e Sorosit në këtë rast, dhe e dyta, a rrezikohet Edi Rama nga rihapja e dosjes së Charles McGonigal dhe vizita e Dumanit që ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka marrë ai urdhër për të hapur dosjen e Charles McGonigal këtu në Shqipëri, pasi dihet që është ende në sirtarin e SPAK-ut? SPAK-u do të bëjë arrestime, sepse arrestimet do të lidhen për ngjarjen e McGonigal. Pse do të bëjë arrestime? Sepse duhet të vazhdoj besimi i publikut ndaj SPAK-ut. Dhe çfarë figurash do arrestoj SPAK-u? Individ të cilët rrethojnë Edi Ramën, po jo Edi Rama. Pse kjo gjë? Sepse duhet të përcillet mesazhi Altini është në ikje, por Etimi nuk u pezullua, nuk u pushua. Altini është në ikje, por do vazhdojë në SPAK, por nuk është kryetari i SPAK-ut. Dhe sigurisht do të bëjnë një peshkim të fortë, sepse duhet si një statistik tjetër për të treguar tek Parlamenti i ardhshëm i 2026 raportin për 2025. Dhe kjo do bëhet jo sepse Altini dhe një 19 shenjtorët brenda SPAK-ut, me thonjse gjithmonë kjo gjë, janë në vigjilencën e duhur dhe normalisht do të përcjellin drejtësinë e munguar këtij popullit. Por se këto duhet të tregojnë te Nancy që këtu ne po bëjmë punë. Pra ne nuk presim a ka qenë Biden apo është Trumpi, po ne duam që Nancy të bëj foto me ne. Dhe pse po e bëjnë këtë gjë? Sepse me këto arrestime duan të përcjellin tek populli që ne rastin me McGonigal e ndjekim, pavarësisht se nuk shkojmë te gjati, se ku shkojmë te gjati, se ai ja tha Ulsiut. Tani nuk e di, Ulsiun e përcolli nga Ministria e Drejtësisë te komisioni që fut fare ta marrë SPAK-u për një intervistë, nuk e dim këtë gjë, mbetet për tu parë. Por ajo që ne dim është kjo, që Rama kur e shikon që ka një problem në rrethin e tij, nuk e largon tjetrin në mënyrë demonstrative direkt, po thjesht e largon në një mënyrë kaq shumë të bukur që e ngarkon me përgjegjësi edhe ato imagjinare, si për shembull rasti Ulsin e hoqi nga ministri çoi kryetar komisioni, asgjë po thuaj, se dhe kur nesër arreston SPAK-u, hajde iku dhe ky vetë i bëri gjërat. Edhe ajo që mendoj që është më e rrezikuar është Manastiri Liu. Pse e them këtë? Se ai po e çonte për kryetare bashkie, tani po e kapi SPAK-u gjatë rrugës, pa u shpall zgjedhje dhe pa u bërë kandidatë, normalisht ai ka alternative, gjen shpejt njeriu që mund të plotësojë atë që ne themi karriken e kandidatit për Bashkinë e Tiranës. Dhe këto ngjarje që ndodhin me Amerikën janë ngjarje që është përfshirë zoti Rama direkt dhe vetë ka pranuar që po unë e kam takuar. Dhe këto gjëra që bën edhe vetë këta, por edhe vetë SPAK-u që bën një lojë tek populli shqiptar që të besojë që është SPAK-u, është ajo ata e madhe që bën, ky është një mashtrim, edhe sikur Rama nesër të arrestoj SPAK-u, përsëri SPAK-u nuk ka fuqinë juridike ta bëjë këtë, sepse Rama ka 83 deputet dhe nuk e lejon që të arrestojë, dhe sikur të bëj atë që ne themi arrestim në flagrancë të një krimi të kryer në flagrancë, përsëri SPAK-u është i dobët kundrejt Ramës. Por ajo që unë mendoj është kjo, që a kemi të bëjmë me një SPAK që është krejt i pavarur, a kemi të bëjmë me një SPAK i cili në momentin kur duhet të shpëtohet Rama, duhet të arrestohet një person në nivelin e Veliajt, pra Balluku, Balla dhe të tjerë me radhë. Pse? Sepse të duket në popullin shqiptar që po këto gjëra që ndodhin në Amerikë për Ramën janë pothuajse të vërteta, po ne momentalisht nuk na e mban. Po çfarë do bëjmë ne? Ne rreth Ramës duhet të arrestojmë njerëz të cilët Rama beson.
Pra, njerëz të cilët Rama i ka në udhëheqjen e tij, njerëz të cilët Rama si ajnë dardha pas shpinë, është e rënd bardhi, këto gjëra janë të rënda. Mos qesh, seriozitet, sepse ne nuk duhet të qeshim vetëm kur thot Rama batuta, ne duhet të qeshim. Ne thjesht duhet të ngjojmë prallat e Ramës dhe ne do të shikojmë me seriozitet. E kuptoj unë atë që ti do të qesh, edhe unë po qesh, po mbahem. Prandaj mbau edhe ti, se do të dëgjojmë spakun se si qesharake do veprojë dhe gjithmonë në kurriz të popullit shqiptar, duke kalbur njerëz nga përburgje, pavarësisht a ka prova, s'ka prova, gjatë javës, gjatë kohës, gjatë muajit do t'i gjejmë gjatë rrugës, por atë ma mba brenda pse? Se populli ta haj sapunin për djathtë. Çfarë? Që politikanët për të korruptuar janë të gjithë. Vetëm ata që s'janë të korruptuar janë 20 shenjtor brenda spakut dhe Edi Rama ke pra 20 dhe 21 na bëjmë jemi në rregull, ke 21 shenjtor. Pra 20 të spakut shenjtor me krye shenjtorin Edi Ramën. Janë të paprekshëm ata. Ata janë angel, ata nuk korruptojnë. Jo. Ata nuk kanë ardhur nga plepat një. Jo. Rama nuk ka ardhur nga bashkëpunimi me Sali Berishën në Fatos në anën në Ilir Metës. Jo. Ata nga Zoti kanë zbritur në tokë dhe ne i themi mirë se erdhët Perëndi e madhe. Pra një mashtrim i tërë që ndodh në shqiptarët që besojnë që Spaku do të sjellë ndriçimin. Spaku ju ka sjell faturat dhe ju nuk i shikoni dot, po do të shikoni me vonesë. Prandaj them që edhe sikur ta arrestojnë Ramën, edhe sikur mos ta arrestojnë Ramën, përsëri Rama do të jetë ai që bën punën e vet. Çfarë? Punën kundrejt atyre që Rama do t'i pastrojë në Partinë Socialiste. Manuali 1944 është në vazhdim. Nuk është i ndërprerë, madje është i sofistikuar. Vendos Altinin, pas Altinit vjet tjetri dhe bën manualin, është shumë i qartë. Do të kalojmë sërish te Spaku dhe konkretisht tek ajo se çfarë do të bëjë Altin Dumani deri në përfundimin e mandatit të tij. Por të mbetemi sërish te Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Edi Rama. A mendoni se ka një qëndrim të Shtetet Bashkuara të Amerikës që mund të ketë ardhur përmes një porosie që i është dërguar në zyrë, i është vendosur në tavolinë kryeministrit Edi Rama, që sillu në këtë mënyrë rri në heshtje, pra në kuptimin që as mos hajde në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por as mos bën lëvizje të tjera. Unë e kam thënë tek ju dhe asnjëri nuk e besonte që letrën e ka në zyrë Zoti Rama. Dikush më thoshte po letra si është? Unë i thoja letra është edhe me të shkruar, edhe me të dëgjuar, edhe të sinjalizuar. Tani shikojeni vetë ju se pse unë e kam thënë më përpara se të ndodhte kjo gjë, edhe rasti me Gonigal që doli, edhe rasti i nëngradave, po edhe i rasti 69 zyrtarëve, edhe i rasti Dumani që vajte dhe nuk erdhi në parlament të shikonte partinë e tij, triumfatori bashkë me atë kryeprokurorin e Partisë Socialiste. Pra, të gjithë këta nuk shkuan të uronin partinë e tyre, sepse këta e kanë kuptuar që partia e tyre do t'i bëj statistik. Po pse nuk e pranojnë dot? Sepse është ajo deliri i tyre i pushtetit. Mendojnë se pushtetin e kanë derisa të mbarojë jeta e tyre. Po nuk është e vërtet kjo. Pushteti bien, po kur të bien nga pushteti shikoj Erion Velin, shiko se si kanë ratë të tjerë dhe do të shikosh edhe veten tënde si do biesh se do kanë bërë shumë fresk.